për të qenë shumë të qartë, LDK-ja i mbështet në parim amandamentet e tilla, sepse janë në frym me bindjen tonë ideologjike. Presidenti i Kosovës duhet të zgjedhet nga qytetarët drejt për së drejti. Po më lejoni të shtroj, sepse kjo çështje tani na takon neve si kuvend këtu, pavarësisht gjitha vërejtave me të cilat pajtohem. Kushtetuta ndrohet natën, besoni s'ka bereqet. Tani, më lejoni lutem, do ta keni kohën. Më lejoni, e dhash mbështetjen. Ta përsëris edhe një herë. LDK i mbështet. Dhe i voton. Dëgjoni, kujdes, ju lutem, mos ngotni. Ato fjalimet që keni rishkruani edhe një herë. Që ja u kanë shkru. Më lejoni, ju lutem. Dy çështje shumë rëndësishme të kemi parasysh. E para, këto amendamente kushtetuese janë hartuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës vitin 2011. Me një proces, shqeqoni, kuptoj që keni provoni LDK-n ta vendosin një pozitë të parakmueshme, nuk do të arrini, lejoni tani ta shfaqë qëndrimin e LDK-s.